Territori shqiptar për datën 6 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë orëve të pasdites në relivet malore priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Temperaturat mbeten tipike verore me një rritje të lehtë në disa zona të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 36 gradë Celsius. Gjatë orës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 21 deri në 36 gradë Celsius. Kukës 18 deri në 32 gradë. Peshkopi 17 deri në 31 gradë. Tiranë 20 deri në 35 gradë. Durrës 24 deri në 32 gradë. Kavaj 23 deri në 32 gradë. Elbasan 21 deri në 35 gradë. Berat 22 deri në 36 gradë. Korçë 15 deri në 29 gradë. Florë 24 deri në 32 gradë. Gjirokastër 18 deri në 31 gradë. Sarandë 24 deri në 32 gradë.